Duhet të organizojmë protestat, duhet të fillojmë sa më parë, i kemi filluar ato që janë te kryeministria, por me datën 22 duhet të thrasim protestë kombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, thotë se do të angazhojë popullin në revolta antiqeveritare, pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në teori, kazuesi politik është tipiku për të ngritur qytetarët në protesta kundër korrupsionit. Një lëvizje e tillë shkarkoi qeverinë pak ditë më parë në Bullgari. Në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić është detyruar të riformatojë disa herë qeverinë pas protestave të studentëve dhe qytetarëve. Pra, edhe korrupsioni i pretenduar i Ballukut është një rast shumë i mirë për të ngjallur revolta popullore. Por a është në gjendje Berisha dhe Partia Demokratike të nxisin reagim të ashpër publik? A janë ata realisht opozitarë të Edi Ramës? Opozitarët e thjesht kanë parë se si partia e tyre ka bashkuar votat me Partinë Socialiste në parlament për çështje thelbësore dhe për më tepër në të kundërta asaj që ka deklaruar publikisht. Në morinë e devijimeve të Partisë Demokratike, të paktën 3 prej tyre shkëlqejnë: amnistia penale, paqja fiskale dhe avokati i popullit. Në maj të vitit 2024, parlamenti miratoi amnistin penale. Po të mos ishte gabim, firmosja nuk tërhiqej mbështetja. Unë duhet ta pranoj që një proces, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Me opozitën që don. Opozita e ngriti zërin shumë fort, duke denoncuar publikisht planin e Edi Ramës për të shpëtuar të korruptuarit e tij. Por qëllimi i Edi Ramës u arrit me duart e opozitës. Një pakt okult ndërmjet Gazmend Bardhit dhe Ulsi Manjës i hapi rrugë amnistimit të zyrtarëve të lartë. Altin Dumani deklaroi: nga ligji për amnistin penale kanë përfituar edhe subjektet e SPAK. Në 10 dhjetor 2025, Sali Berisha deklaroi se opozita nuk do të mbështesë kurrësi projektin e Edi Ramës për paqen fiskale. Por, Gazmend Bardhi propozon një amendament në projekt ligjin për paqen fiskale. Jo pak, por 35 deputet demokrat japin firma mbështetëse për kandidaturën e Endri Shabanit për avokat populli. Më pas, Berisha deklaroi: gabimi ishte, e pranoi dhe ju kërkoi ndjes. Gabim amnistia penale, gabim paqja fiskale, gabim avokati i popullit. Thirrjet e kupollës së PD-s për revolta për korrupsionin e Ballukut mbeten thjesht fjalë në erë. Rruga më e shpejtë që populli opozitar të japë përgjigjen e tij janë zgjedhjet lokale të vitit 2027 dhe nuk do të jetë faji i Edi Ramës.